Për sa i përket votimit nga jashtë, tashmë kemi të përcaktuar, të zgjedhur edhe operatorin e shërbimit postar, do të jetë kompania DHL International Albania SPK, e cila do ta kryej shërbimin e dërgimit të fletëve votimit tek votuesit dhe kthimin mbrapsht në KQZ. Votuesit nuk do të paguajnë për këtë shërbim, koston e paguan shteti shqiptar, pra paguhet nga buxheti i shtetit. Vlera totale e kontraktimit me këtë operator është 9.2 milion euro, pra nga 12.5 milion euro që ishte fondi vënë në dispozicion të Komisionit Qendror të zgjedhjeve për kostot e këtij shërbimi, ne do të paguajmë 9.2 milion euro me një çmim mesatar për dërgesë, vajtje, ardhje 37.52 euro. Sot besoj edhe formalizojmë në një kontratë këtë marrëdhënie ndërmjet KQZ-s dhe këtij operatori. Ka filluar procesi i printimit të fletëve të votimit për votimin jashtë vendit dhe besojmë që nga komunikimi që kemi me kompaninë e cila është duke prodhuar këto fletë votimi, kompani slovene, po prodhohen në Sloveni fletët e votimit si për votimin brenda vendit, ashtu dhe për votimin jashtë vendit, por kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besojmë që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill në afatin më maksimal. Është kohë e mjaftueshme sipas edhe parashikimeve kontraktuale që do të kemi me operatorin e shërbimit postar për t'i dërguar zarfat, për t'u dhënë kohë rreth 3-4 ditë dhe diku dhe më shumë ditë zgjedhësve nga jashtë për të vendosur, për të bërë zgjedhjen e tyre, pra për të plotësuar fletën e votimit, dhe koha pastaj për të kthyer mbrapsht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri në ora 19:00 të datës 11 maj. Jemi duke përfunduar një spot dhe një tutorial për gjithë sa do duhet të di dhe do duhet të bëj votuesi nga jashtë në momentin kur merr dokumentacionin zgjedhor dhe me shumë mundësi brenda 2-3 ditëve do të bëhet publike, do nëpërmjet mediave, por dhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Ndërkohë, po ndërtojmë një sistem të ndihmës dhe të këshillimit për votuesit nga jashtë, për rastin kur ata do të kenë nevojë për të marrë sqarime për procedurat e votimit, por në setin e dokumentacionit të cilin ne do t'ia dërgojmë aty, do të jetë dhe një udhëzues i cili i sqaron në gjykimin e vlerësimit ton në mënyrë të plotë dhe të qartë të gjitha çfarë do duhet të bëj votuesi nga jashtë. Kemi përcaktuar tashmë edhe vendin e numërimit dhe të përgatitjes më së pari të dokumentacionit zgjedhor për votimin nga jashtë. Sigur se është bërë publike, do të jetë Pallati i Sportit Feti Borova tek Parku Olimpik i Tiranës. Do të jetë i aksesueshëm për procesi i përgatitjes dokumentacionit zgjedhor dhe i vëzhguar apo dhe i mbikëqyrur nga media, vëzhgues të ndryshëm vendas dhe ndërkombëtar, përfaqësues të partive politike
dhe i monitoruar me kamera. Pamjet e këtij procesi do të jenë live 24/7 që nga sekundi i parë i fillimit të këtij procesi deri ditën e përfundimit. Po në këtë ambient do të pritet edhe dokumentacioni zgjedhor dhe mandej do të zhvillohet dhe procesi i numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit. Të dy këto procese, ashtu sikurse edhe procesi i parë, do të zhvillohen në praninë e medias, vëzhguesve të ndryshëm, partive politike dhe do të jetë i monitoruar me kamera 24/7. Edhe një dhënë e fundit lidhe me votimin nga jashtë, numri përfundimtar i votuesve nga jashtë në listë është 245.935. Pra, pas vlerësimit të disa kërkesa për disa ndryshime dhe disa korrektimeve të karakterit teknik dhe material, këtë numër kemi 245.935 zgjedhës në listën e votuesve nga jashtë.